Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit këtë hënë SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje për aferën Partizani. Berisha pas daljes nga SPAK para gazetarëve tha se me rrogën e shtetit të tij ka arritur që të blejë vetëm 40 metër katror ndërtim, kurse kryeministri Edi Rama ka vjedhur bashkë me Belinda Ballukun, akuzoi ai. Berisha tha se protesta që do të mbahet më 22 dhjetor në Tiranë do të japë përgjigjen më të merituar vendimit të Edi Ramës për të mos lejuar hetimin dhe vjedhjen e parave që ka marrë së bashku me Belinda Ballukun. Shikoni pse foli djaj, se nuk e keni kuptuar, nuk e keni analizuar mirë, kam pa unë. Ai foli dje sepse pas vendimit të gjykatës kushtetuese mbyllet absolutisht çdo mundësi e institucionit të hetimit, të hetoj ministra. Ai mori garanci të plot për këtë, sepse në rast se nuk ka pezullim, imunitetin dhe arrestimin ai nuk e lejon kurrë, siç nuk e lejoi në rast të Cajmir Tahirit. Dhjetor do mblidhen në Tiranë për t'i dhënë përgjigjen më të meritur vendimit të Edi Ramës për të mos lejuar hetimin dhe hetimin e parave që ka vjedhur me Belinda Ballukun. Tani, ju keni kurreshtje tjera të plota. Dumani kishte marrë prokuror nga Irena Gjoka për të vazhduar avokatinë e saj. Shënimi që i lash, cili njeri mund të ketë me rrogën e shtetit 3 apartamente, ja po ta them unë, me rrogën e shtetit kam arrit të ble gjithsejt 40 metër katror ndërtim. Mund ta blija, po duhet më shumë, po duhet blija mirë kredi. Pa kredi me rrogë nuk blihen. Pra, ky ka... Nuk keni një akuzë, zoti Berisha, akuzë zyrtare, në lidhje me të gjithë aktivitetin tuaj. Jo, një minutë. Urdhë? Ju keni një akuzë zyrtare, zoti Berisha, nga SPAK, dhe fakti që keni një akuzë zyrtare, a ju bën në konflikt interesi që keni përplasje me të strukturë? Për çfarë është akuza me që thoni ju? Tani ta vendos gjykata. Jo, një minutë. Me qenë se e përmedhat, unë s'desha s'duhet ta nuk jam marrë me të këtu. Po ajo është histori mashtrimi dhe falsifikimi gjerë në qiell. E di çfarë thanë këta në fillim apo jo? Ka marrë vendime për të favorizuar dhëndrin. A e din çfarë thonë apo jo? Jo, nuk ka vendime, po ka përfituar nga vendimet.